Piktori i mirënjohur Nexhmedin Zajmi vjen te publiku i gjerë përmes kësaj monografie që përmbledh gjithë veprimtarinë artistike të mjeshtrit të Penelit 35 vite pas ndarjes së tij nga jeta. Mbi 130 tablo përmblidhen në këtë botim, puna kërkimore të cilës ka nisur vite më parë nga familja e tij dhe që është shkruar nga artisti dhe studiuesi i artit Olsen Gripshi. Është realizuar një album ku pasqyrohet e gjithë veprimtaria e tij, ajo artistike, e shtrirë në një zhanër shumë të gjerë. Zajmi ishte një natyrës i shumë dimensioneve dhe që kërkonte një punë serioze, korrekte. Është një studim i mirëfillt shkencor i cili bën bashkë të gjithë veprën dhe krijimtarinë e piktorit Nexhmedin Zajmi. Është tepër e gjerë, e shtrirë në kohë dhe për më tepër prek zhanre të ndryshme nga portreti, nga figurat, nga kompozimet figurale me përmasa të mëdha. Ky botim vendosi Uvil Zajmin përballë Nexhmedin Zajmit si baba dhe si piktor. Personazh interesant, një personazh piktor, pra flas më tepër si piktor se në jetën familjare. Zajmi ishte pak jo shumë familjar, sepse jeta e tij ishte më tepër ishte terreni, ishte piktura, ishte studio. Ndërsa për artistin Olsen Gripshi, krijimtaria e Zajmit është e jashtëzakonshme. Është një artist i cili ka revolucionuar pikturën shqiptare, unë e kam quajtur dhe si fryma e pikturës perëndimore në artin pamor shqiptar, sjell themi stile, qasje dhe interpretime pikërisht të pikturës europiane. Nexhmedin Zajmi mbetet një nga piktorët më të rëndësishëm në formimin e traditës së artit pamor shqiptar, me një angazhim dhe kontribut të madh.